ka shpërblim për agjëruesin dy gëzime. Në momentin e parë që çel agjërimin, pra ai gëzohet me iftarin e tij, një kënaqësi që e ndjen çdo besimtar dhe besimtare në momentin që çel iftarin. Dhe për katër të kësaj vepre që kanë bërë, Allahu xhelleshanu i premtoi se do t'i përgjigjet lutjes së agjëruesit. E para çdo iftari ne lutemi për një dëshirë, ose për një ambicie që kemi në jetë, ose për një lutje dhe një kërkesë që ja parashtrojmë Allahu xhelleshanu raport me veten tonë, për të metat dhe për gabimet që kemi, që Zoti të na falë dhe të na mëshirojë, ose për çdo lloj gjëje tjetër prej çështjeve të dunjas dhe të ahiretit. E gëzimi përçon zemrat e besimtarëve që në momentin që merr hurmën e parë që çel iftarin, ose që të pi pak ujë mbasi ka ndenjur një ditë agjërueshëm për Allahun xhelleshanu. Ama gëzimi më i madh, wa idha laqiya rabbahu fariha bi sawmihi, ditën që do të takojë Zotin e tij, do të gëzohet dhe do të kënaqet besimtari me agjërimin e tij që ka bërë për Allahun xhelleshanu. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaan bima kanu ya'malun. Allahu xhelleshanu na tregoi neve se prej veprave ka që shpërblen 1 me 10, 1 me 100, 1 me 700, ose edhe më tepër se sa aq. Ndërsa për agjërimin tha, unë e di shpërblimin e agjërimit, pra ai nuk ka mas me cilën mund të matet si shpërblim. Nëse njeriu mendon se shpërblimi i agjërimit i hyn 1 me 10 ose 1 me 100 ose 1 me 700, Allahu xhelleshanu thot, ti o robim vetëm bëje në formën më të mirë këtë agjërim. E ditën që do dalësh para Zotit ta ke për ta pasur të surprizohesh. O Allahu madh, subhanallah. Çfarë mund të jetë shpërblimi i këtij agjërimi? Që neve Zoti xhelleshanu na e bëri kaq intriguese dhe kaq emocionues këtë shpërblim, pra që neve të mendojmë dhe themi që çdo gjë që mund të mendojë njeriu, ajo nuk është pra sa shpërblimi që do t'japi Allahu xhelleshanu. Çfarë mund të jetë ky shpërblim? O Zot, ty të lutemi, neve na jep shpërblimin e plotë të agjërimit që po bëjmë për hatër tat.